Sa jem raone të gjysa katunit, ata o kanë përshkatua. Kemi ndëgju ato krisma, kemi ndëgju një rafal ku në ato momente mu ka ekzekutu baba Ademi. E moj mend që e kom kërku babin, e kena lyp, kom tentu nështë me shku me këqyr ku janë ato tesha, ku janë. Aje për me thoj t'i loke, sot do boni 26 vjetë, një prilli ditë zije, që sot edhe ditë shivët, si kanë përshkatue. Unë e s'pari, burri jam krenare, më kalon djem, kalon të natë mirat, po për kretë këtë shatë për foli, si mos mu harrue, mas pari e kanë përshkatue të dera kushërirve. Edhe kemi gjetë mas disa kohë, ato edhe kunati ma poshtë, kjo ditë nuk do të harrohet kur. Po, jem konë bashkë me bashkëshoti, ma kanë nalë para dere, me gjithë kunatin, 2 policin konë, sa më gjujshin, shajshin, unë s'kisha shka foli, aje që i dorën shko të poshtë, kaq. Sa jem raone të gjysa katunit, ata o kanë përshkatua. Duhet ljoke me dalë para drejtësisë, duhet mu bo diçka ma mirë për këta djemë si janë ka rritin, këta dhe na hupën tonë, na dullin për jashta, mu boj punë mirë, mi rëthue, ma shkujtën dhe tonë që kemi dhonë gjak. Ta shumë nëna jenë me të përgjina, shumë motre, shumë gra jenë me të në këtë fshatë. Mu për zotin më kalon 6. Me jem kone djegne, 2-3 herë, pjekne, për zotin e kom bohe, ku mi shti kryt, ku me jetue. Po du me u gjetë punë, djemëve mësë më dalë për jashta, une s'kom qef më shkon dhe tuj. A ditë ka qenë moment shumë i fështirë për banor të fshatit Ribeniq. Na kanë rrethu shumë në orë të hershme të mëngjesit, pasaj ka fillu nxjerrja e familjeve të fshatit tonë. Gjithve na kanë mbledh të dyrë të familjes Shoshje dhe Rustemaj, aty ka fillu ndamja dhe pasi kem fillu na rrugën me dalë në rrugë kryesore, kemi ndëgju ato krisma, kemi ndëgju një rafal ku në ato momente mu ka ekzekutu baba Ademi. Dhe kështu kemi vazhdu rrugën deri në Gjakov, në Këmbë, pa u nalt, kemi qenë të përcjellun me vajt fëmijëve, të nanave, të nuseve të reja. Dhe kështu kem kalu atë natë një prillin në për rrugët, në për gjamat të rrugicave Gjakovës, atë natë kishtë qenë edhe një masakër të ju kry. Kështu kemi shku si të përhumbur, nuk e kem ditë ka po shkojmë, edhe kemi dalën Shqipëri në fshatin Letaj. Po, se dina jemi gjgënym si familjarë, se unë me njerë si jom këthy prej si refugjat, e kom organizu protesta, kom marrë pjesë, dhe më thonë këshillin qendror të asociacioneve familjarë për persona që duke në Burgosën. Kemi bo përpjekje, kemi luftu si familjarë, 18 herë kemi prit kufomat mërdare kër janë këthy nga Batajnica, dhe është një zhgënim. Kom marrë pjesë edhe si dëshmitare në gjykatën e Beogradit kundër Qakejve. Ai ka qenë një dënim minimal për ata kriminal, edhe është një zhgënim prap të familjar, po edhe pak o bun këtë drejtim edhe nga ana shtetërore për këta njerëz që e kanë dhënë ma shtrejtën jetën për lirin. Po, ajo është krenari se në çdo flamur e shep një pikë gjakut familjarit. Çdo ditë kur të valojnë flamurit, e dim që është një pikë gjakut familjarit, po edhe këta janë qenu me shkronjatar të në historinë ma të tretë Kosovës. Uraj që mos shkelet ky gjak. Këto e bëj apel të institucionet shtetërore, partit politike të kenë unitet, edhe të ndërtojmë Kosovën, mos ta shkelim gjakun e gjithë të renve. Lavdit për gjithë. Jam vajzë e dëshmorit Riza Morina, edhe mbesa e dëshmorit Qon Morina. Sot 26 vjetë, jam kom 5 vjetë të gjysë. I majnë mend me pjesë të shkurta daljen prej shtëpisë edhe ardhjen deri këto. Janë memorje pak të trovullta nashta, po mjaftueshëm sa me kujtuar të merrta asaj dite.
Këtu ka qenë vende ku e kemi dëgju që veç është bo masakra, po si fëmijë nuk e kom ditë çka të ndodhe. Atëherë kom kuptu pas disa vite që pikërisht këtu ka qenë momenti kur e kemi dëgju që ka ndodhur masakra. Motra dhe vllavë dhe qika agjet kanë qenë më të vogël se unë kom qenë më e madhja. E ke marrë vesh ndoshta me pjesë, ashtu të i dëgju familjarët, ndoshta gjithmonë kem pritë që babi agji kanë mu kthy. Po kur kalun vitet nuk u kthyn, e kuptum që çka ka ndodhur në të vërtetë. Tash e dim gjithë ngjarjen se si ka qenë ajo masakër, po në atë kohë nuk e kemi ditë saktësisht çka ka ndodhur. Po dhe si fëmijë kur jemi kthy, e moj mend që e kom kërku babin, e kena lyp, kom tentu ndoshta me shku me kqyr ku janë ato tesha, ku i dëgjojsha gjyshin, për shku me lyp djalin e tyne, po pjesë, nuk e mbaj mend shumë mirë, vetëm për familjarëve. Është një krenari shumë e madhe, ka qenë prej momentit sot e 26 vjet, ka qenë krenari, po dhe ka qenë përgjegjësi që gjakun e tyne me qenë në vend. Na sot jetojmë një shtet të pavarur, folim shqip, që është më e rëndësishmja, jetojmë shqip. Ne i kemi studiu shqip që me jetu e me vepru në këtë vend. Edhe nuk e lëshojmë këtë vend derisa të vdesim, se është gjaki tyne që e ka njep që na, ata kanë pas një ideal që na me jetu të lirë me fol shqip. Na e peqojmë idealin e tyne në vend, po jetojnë a ëndrën e tyne, një Kosovë të pavarur, po shpresojmë që ka me konë një vend hala ma i mirë, hala ma mirë se sa ata që e kanë paramendua. Për momentin është mirë, shpresojmë që ka me konë ma mirë.